Mazhoranca aktuale konfirmon pozitat e saj dominuese në elektoratin shqiptar, pasi forca e saj kryesore, Partia Demokratike, në një sondazh kombëtar të realizuar nga Fondacioni Soros, Shqipëria e hapur për Shqipërinë, dominon ndaj partisë kryesore të opozitës, asaj socialiste. Prezantimi I gjetjeve të sondazhit social europian u ndoq nga ambasadori I Bashkimit Evropian në Tiranë, Ettore Sekui. Ky sondazh u krye për herë të parë në Shqipëri, I zhvilluar paralelisht në 27 vende të Europës. Ky sondazh tenton të analizojë realitetin shqiptar që lidhet me aspektet sociale, politike dhe kulturore. Për këtë sondazh janë zhvilluar 1208 intervista ball për ball dhe shtëpi më shtëpi në të 12 qarqet e Shqipërisë, gjatë periudhës kohore dhjetor 2012-shkurt 2013. Fondacioni Soros tha se tek gjetjet paraprake të sondazhit social europian, shqiptarët kanë tendenca të djathta politike, duke u ndjerë me dominancë 5.3% mbi të majtën në zgjedhjet e tyre. Të pyetur për përkatësinë e tyre ideologjike majtas apo djathtas, në një shkallë nga 0 deri në 10, ku 0 nënkupton të majtën ekstreme dhe 10 të djathtën ekstreme, në shkallë kombëtare shqiptarët janë të qendrës, me tendencë djathtas në nivelin 5.3%, publikoi Fondacioni Soros, duke shtuar se rreth 23% e ndjejnë veten afër me Partinë Demokratike dhe rreth 20% me Partinë Socialiste. Se kaq nga ata që nuk kanë votuar në 2009 dhe që janë potencialisht zgjedhës të rinj si vjet, 9.8% shprehen afër me Partinë Socialiste dhe 16.4% me Partinë Demokratike.